Prokuroria e posaçme ka në dorë dëshminë e 2 personave të pandehur, të cilët vendosën të bashkëpunojnë me SPAK për të treguar mbi episode të trafikut të drogës. Bëhet fjalë për 2 shtetas të cilët emri i tyre nuk bëhet publik, por që janë pjesë e një procedimi të lidhur për drogën në Fragull të Fierit, si dhe për zbulim laboratorit në Tiranë ku përpunoheshin drogë nëpërmjet lëkurës së gjethëve. Bashkëpunëtorët thonë burimet kanë dhënë emra dhe për episode të reja si të përfshin aktivitetin kriminal, si vepronin për trafikun e drogës dhe si përpunohej më pas lënda narkotike që bëi gati për shitje. Dëshminata e kanë nisur nga zbulimi i drogës në banesën e familjes Çervanaku në Fragull të Fierit. Laboratori për punimet të kokainës u sekuestruan mbi 480 kg, që dyshohet se ishin sjellë nga Kolumbia dhe ishin fshehur në një ngarkesë me ple organik artificial. Për këtë dosje, apeli i gjykatës së posaçme ka shpallur fajtor 10 persona dhe i ka dënuar me 89 vite burg. Ndërkohë, më herët është bërë ndarja e procedimit penal duke vijuar hetimet për veprat e tjera penale, trafikimi i lëndëve narkotike, prodhim dhe shitje narkotikëve dhe grupi strukturuar kriminal. Pjesë e grupit kriminal janë dhe 2 shtetas të huaj, të cilët ishin rekrutuar në vendin tonë për ndarjen e kokainës nga lëkurat e gjethëve dhe pleut kimik. Krahas dëshmisë, prokuroria e posaçme po punon edhe për zbërthimin e komunikimeve në rrjetin Sky CC, ku shumë prej bisedave në këtë aplikacion janë përkthyer në provë penale për grupin.